Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Dashëm vllazën e motra, të dashur shtektar të zojës senagore, ju dëgjues të Radio Maris, sot si gjithmonë letnica është plot. Është plot me njerëz, por mbi të gjitha është plot me zemra, të cilat janë bashku rreth Zotit. Kemi ardhur prej fshatrave, prej qyteteve, larg e afër, disa me familje, disa vetëm, disa në kamp, disa me sakrifica, e disa ndoshta edhe me lot në sy, por secili prej jush ka sjell me vete diçka që nuk shihet, një hall, një smundje, një shqetësim, për fëmijën, një martesë që ndoshta ka nevojë për paqe, një njeri të dashur ndoshta i cili është larg Zotit, një dhimbje që ndoshta nuk ja ke tregu askujt. Dikush ka ardhur me falenderue, dikush ka ardhur me kërkue, e dikush ka ardhur ndoshta edhe vetëm me thonë, oj zoja Cernagore më nimo, se nuk po mune ma. E kjo është arsyeja e thellë pse ne shtektojmë. Njeriu nuk shtekton veç me kam, ai shtekton me zemër. E kur zemra nuk ka ma fuqi për me bajt barrën vet, vjen të zoja. Prandaj edhe lutja jonë sot është thjesht, kur i themi zoja Cernagore, lutu për ne. Në këtë ditë, vllazën e motra, kisha neve na përgadit për kremtimin e një prej mistereve më të bukura të besimit tonë, ngjitjen e Zojës së bekume në qiell me trup e me shpirt. Çka do me thonë kjo fest? Na thot kjo fest se hyi nuk e ka kriju njeriu për vdekje. Ti nuk je i krijuar për vdekje. Nuk e ka kriju njeriu për humbje. Nuk e ka kriju njeriu për errësirën e varrit, por e ka kriju njeriu për jetën. Maria është tashmë atje ku kisha shpreson se një ditë do të jemi edhe na. Në Mari ne e shohmi se ku e çon Zoti njeriu që i dorëzohet atina. Prandaj ngjitja e Maris në qiell nuk është vetëm një privilegj i saj, është shpresë për ne. Kur e shikoj Marin në lavdinë e qiellit, kisha na thot, mos ki frikë për udhën të cilën te e ke përpara, sepse hyi të ka krijue për amshim, e nuk guxon me u ndal, por duhesh gjithmonë me ecë, duke e pa qëllimin e jetës. E sot vllazën e motra, siç e thash në fillim të kësaj meshe, kjo fest për mua ka edhe një kuptim të veçantë, sepse këtë vit unë kremtoj 25 vjetorin në shugurimit tim meshtarak. Para 25 vjetëve kur durët e i peshvit u vunë mbi kryt tim, nuk e dija absolutisht se shka do të sillte jeta. Nuk e dija se ku do të më çonte Zoti. Nuk e dija cilt njerëz do t'i takoja, sa gëzime e dhimbje do të kaloja, në sa vende do të shërbeja, dhe sa jetë njerëzore do të më besoheshin. Por sot, pas 25 vjetëve, kur shikoj mrapa, nuk mund dhe me thanë, shifeni vllazën e motra, se shaka mba unë, shaka ba do niksoni. Jo, nuk mund dhe me thanë. Por mund dhe me thanë vetëm, shikoni çka ka ba hiri dhe fuqia e Zotit. Sepse meshtari e mëson me kohë një të vërtet shumë të madhe. Nuk është prifti, ai i cili e mban kishën, është Krishti. Nuk është forca jeme ajo që e bën meshtarin për me dhanë fryt, por është hiri i hyjit. Meshtari është vetëm një shëptor,
një enë balte që mban një thesar shumë më të madh se vetja. Dhe sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë edhe unë, edhe ne si meshtarë që jemi këtu e të tjerët e kuptojmë këtë gjë. Por këtu duhet me undal pak. Çka është hiri i hyjit? Ne dëgjojmë ndoshta për herë hiri i hyjit, hiri i hyjit. Çka është kjo? Ne e dim, po e përsërismi sot së bashku. Është dhurata e dashnisë së Zotit, që ne nuk e kemi fitu me meritat tona, është dhuratë e Tij. Hiri është hyji i cili neve na ofrohet, na fal, na forcon, na ngrit kur ne bim dhe na jep fuqi për me vazhduar rrugën. Hiri nuk do me thanë se ne nuk kemi me pas prova dhe dhimbje, por do me thanë se ne nuk jemi vetëm në provat tona. Kur jemi të brisht, hyji na jep forcën e vetë. Kur bijem, ai na jep dorën për muque. Kur e humbi shpresën, ai na kupton se dashnia e Tij është më e madhe se ligështia jonë. Prandaj edhe me shënpalim mundemi me thanë, me hyrin e hyjit jam ai që jam. E Krishti na thot, të mjafton hiri jem. Pra hiri është dashnia e hyjit që hyn në jetën tonë dhe neve na bën të aftë për me jetu si bi dhe bijat e Tij. Dhe pikrisht me këtë e shofmi Marinë, zojën e bekume, kur Elizabeta e bekon dhe i thot, je e bekuar mbi të gjitha gratë. Maria nuk thot, po, Elizabet, se unë e meritoj, se unë mu ka lajmëru engjli, unë jam nana Krishtit, unë e kam e le Krishtin. Jo, por ajo thot diçka tjetër, shpirti e me madhnon Zotin. E mandej vazhdon duke thanë, se ai shikoj me mirësi bishëptorën e vetë të përvujt. Maria e dinte sekretin e hirit. Gjithë shka që ishte, gjithë shka që kishte, dhe gjithë shka që o ba për me saj ishte dhuratë e hyjit. Prandaj, kër e shofi Marinë e qiell, ne nuk e shofmi vetëm një grue që ka fitu lavdin me forcën e vetë, por shikojmë se çka mund me ba hiri i Zotit me një zemër e cila i thot, po, hyjt. E ndoshta kjo duhet të jetë edhe pyetja jonë sot për secilin prej nesh. Kush jam unë para hyjit? Nëse lejoni ta them për ju, kush je ti para hyjit? Hajde të bëjmë të sinqert, jepja një përgjigje. Çka do koft? Dikush ka me thanë, unë jam një nanë që jam lodh. Tjetri ka me thanë, jam një babë që s'jam të ditë çka me ba ma. Dikush tjetër mund me thanë, jam një njeri që kam gabu e më ka tnu shumë. Dikush mundet me thanë, jam i smut. Një tjetër mund me thanë, jam i vetmum. Dikush mund me thanë, jam i plagosur për një njeriu të cilin e kam dasht, e o jemi. Dikush nështë ka me thanë, jam largë Zotit dhe nuk di se si mu këthyje. E hyj, sot nuk na thot, bana i fort, për a i thot, të mjafton hiri jem. Nuk të premton se ti nuk ki mu rëzue, por të premton se nuk ka me të lanë vetëm kur ti të rëzohësh. Nuk të premton se ki me pas një jetë pa kryqe, por të premton se kryqi nuk ka me qenë fjala e fundit. E sot, nuk mundemi këtë ditë pa i kujtu edhe të parë tanë, martirë të Karadakut të Shkupit, bijtë e Stublës, Vërnakollës, binqës e Tërzijajve, sepse ky vit shënon 180 vjetorin e fillimit të martirizimit të tyre. 180 vjet në ndajnë për atynin ngjarjeve, por besimi që ata e vazhduan nuk është harru dhe jeton në ne. Ata në kujtojnë se feja nuk trashëgohet vetëm me fjalë. Feja dëshmut me jetë, me besnikri, e kur është nevoja edhe me sakrificë. Ata patën kryqit e tyne, patën frikë, dhimbje e sprova, por nuk e lanë Krishtin. Sepse 180 vjetë më vonë, detyra jonë nuk është vetëm me i kujtue për kujtue këta martirë. Ashtë mos me humbë ata për të cilin ata e dhanë jetën. Krishtin, martirë tanë na kujtojnë, prej nga kemi ardhë, Zoja Cernagore na tregon
Ka duhet me shkue, e Krishti është rruga që i bashkon të dyjat. Shikoni zojnë e bekum. Ajo nuk e pati një jetë pa dhimbje, e pranoj fjalën e Zotit. E mandej erdhen sprovat. E pa birin e saj të lind në varfni, e pa të kundërshtum, e pa të denum, eci me ta deri në kalvar, e pa në kryqin dhe qëndroj pran kryqit deri në fund. Por nuk e humbi besimin. Prandaj sot, kur e shofim të ngjitur në qiell e kuptojmë, kryqi nuk ishte fjala e fundit. Dhimbja nuk ishte fjala e fundit. Varri nuk ishte fjala e fundit. Fjala e fundit ishte jeta. Besoj se po e kuptoni atë që ka thënë Krishti, unë jam jeta. Jeta. Dashnia, hyj. E kjo është shpresa jonë, vllazën e motra. Prandaj, të dashur shtektar, besimtar, kur të ktheheni prej letnicës, kur të shkoni në vendet e juaja, kudo që jetoni e keni shtëpinë, vendin me të cilën e ndini veten mirë. Mos e leni zojën këtu. Merrni me vete. Merrni në shtëpi, në familje. Merrni në kunor, në martesë, të fëmijët. Merrni në dhimbjen e juve. Edhe të ai njeri që ende nuk di se si me fal, por mbi të gjitha kujtoni, Maria nuk na ndal të vetja, por na çon te Krishti. Ajo na thot si ne kanë, bani gjithçka t'ju thot ai. Nëse ke ardh me një hall, çoje hallin te Krishti. Nëse ke ardh me një smundje, çoje smundjen te Krishti. Nëse ke ardh me një mkat, çoje mkatin te mshira e Krishtit. Çka e të prit? Nëse ke ardh me një plag, çoje plagën te plaga e zemrës së Krishtit. E nëse ke ardh pa shpresë, shikoje Marin, zojnë e bekume, dhe kujtoje fjalët që ajo ta thot, hyje ka fjalën e fundit. Dashtëm vllazën e motra, edhe në jetë po kthejmë në këtë 25 vjetor timin dhe duhet që me ju kërku diçka për mu dhe për priftat e cilët jemi këtu dhe ata të cilët ju i bani në zemër dhe lutni për ta. Duhet me ju kërku një gjatë të vlefshme, ma të vlefshme që ekziston. Lutoni për ne. Lutoni që çdo ditë dhe cila na ka mbet në meshtari, le të jetë një po e re që ja thojna Krishtit. Lutoni që mos të mbetemi të vetja, por të shkojmë të hiri Zotit. Lutoni që kur të jemi të fort, të mos harrojmë se gjithçka është dhurat. Lutoni kur të jemi të ligsht, të mos të harrojmë fjalën e Krishtit që thot, të mjafton hiri im. E nëse i na jep jetë, dikuj ma shumë, dikuj ma pak që na kanë mbetur, të ecmi jo me fuqinë tonë, por me hirin e tina. Sepse edhe mbas, ku me ditë sa vjetëve, se cili për ne që jemi këtu dhe ata prifta që i mbanin e zemër, të mundemi me thanë me mirë njohje, e jo me krenari, me hirin e Zotit jemi këta që jemi. Por edhe ju vllazën e motra, keni se cili për jush një histori hiri. Ndoshta nuk e keni kuptu gjithmonë. Shkoni pak mrapa në jetën tuaj. Sa herë keni mendue se nuk mundeni ma, e prap keni vazhdue. Sa herë keni derë lët për të nesërmën, e prap jeni quë. Sa herë keni mendue se gjithë shka ka marë fund, por prap hyj e ka qelë një derë. Ndoshta këtë nuk e keni quj gjithmonë hirë, nuk e di se e keni qujtën, por ishte hirë. Hiri hyjt duke qenë, duke punu në heshtje, me ty. Prandaj edhe ti sot mundesh me i thanë Zotit, para zojës cërnagore, me plot zemër, feje, shpirt, me hirin e Zotit jam, ky që jam, i bukur, i mirë, i vërtet, edhe i dashur. E kjo është bukuria e festës së sotme. Vllazën e motra, Maria është në qiell, por nuk na ka harrue. Aja është nana jonë, dhe si çdo nanë e mirë ajo dëshiron me na pa edhe ne një ditë aty ku është ajo. Se cila nanë ka qef me i pa fëmin të shtëpia. Ku është shtëpia jonë? Kur vimi këtu, në Kosovë për Gërbetit, thojmë po shkojna të shtëpia. Tana, kur nisme për Kosovës me shku në Gërbet, thomi po shkojna të shtëpia. Ku është shtëpia jonë? Na thot Bibla, dhe o ynë është në qiell, atje kemë mu bashkue,
atje nuk është shtëpia jote, po është shtëpia jonë. Atje nuk është dhoma jote, po është dhoma jonë. Aty nuk je vetëm, po je me të gjithë ata të cilët na kanë paraprinë amshim. Prandaj, le ta vazhdojmë shtektimin. Ndoshta rruga është e gjatë, ndoshta ka gur, ndoshta ka kryqe, ndoshta lodhemi, por nuk jemi vetëm. E kemi Krishtin, e kemi Kishën, e kemi njëri tjetrën, e kemi Marin që na prinë dhe na thot, mos keni frikë, ecni me birin tim. E një ditë, kur ka me përfundu ky shtektimi ynë toksor, le tjetë për ne, edhe për ne, ajo që sot këmtoj me Marin. Jeta fitimi ose fitesa jetës mbi vdekjen, dritës mbi errësirë, hiri mbi likështin dhe dashnia e hyjit e cila na çon në lavdinë e qiellit. Prandaj sot vëllezër e motra, me gjithë zemër, ne po lutemi Zojës Cernagore që të lutet për ne. E lusmi që t'i ruaj familjet tona, t'i forcoj të brishtit, të jep shpresë atyne që e kanë hub shpresën, t'i ngushëlloj ata që vujnë, t'i kthej të biri vetë ata që janë largu prej ti, edhe të na çojë neve gjithmonë te Krishti. E neve me shtarve të na ndihmoj që gjithmonë të mundemi me thanë, me hirin e hyjit, jam ai që jam. Juve besimtarve të ti të ndihmoj që të mundeni edhe ju me hirin e Zotit të theni, me hirin e ti jam ky që jam. E kur të mos kemi ma fuqi, të na kujtoj fjalët e birit të vet, i cili na thot, mjafton hiri im, sepse fuqia përsoset në likështi. Dhe në fund, vllazën e motra, nuk është fuqia jonë ajo që na shpëton. Është hiri i hyjit. Prandaj në hirin e hyjit po e drejtoj mendjen, zemrën dhe lutjen tonë të shpirtit drejtues Zojës Cernagore, duke i thanë, Zoja Cernagore, lutu për ne. Amen. Kjo flevdue Jezu Krishti.